valla i cili dëgjon me vëmendje. Dëgjo me vëmendje, sepse fjalët që thuhen tash janë fjalë të cilat i ka folur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me mendsinë nebewije, mendsinë që ka pas pejgamberike, jo mendsi tjera. Nuk ka rrugë tjetër e cila shpije në xhennet përpas metodës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndonjë metodë tjetër e cila e kënaq Allahun përpas mënyrës, mendjes dhe stilit që kishte Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai ishte robi Allahut, subhanalladhi asra bi abdihi. I madh është Allahu i cili e dërgoi Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Mi'raj. E dërgoi Allahu Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam për këtë namaz që e falim, nga se madhështia e namazit është shumë e madhe. Robi Allahut, kur lidhesh namaz, dije se je duke shku në xhennet apo je në xhennet. Robi Allahut, kur lidhesh namaz, kujtoje xhehenemin poshtë dhe urrën e siratit. Tërqethu dhe frigohu, dhe mos u siguro kur, mos e ndjej vetën të sigurt se ke mundësi me shpëtu sigurt, dhe kur mos u krahaso me njerëzit. Asnjëherë mos u krahaso me njerëzit, garon veprat mira me vllahun tën musliman, po kur mos e urrej atë. Dhe të jemi në menhexhin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Të jesh në menhexhin dhe metodologjinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë, për çdo udhëzim që ne e kemi sot, të kërkojmë udhëzim tjetër prej Allahut. Kjo është. Të gjithë në muslimanët, edhe bota, vuan për menhexhin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që pretendojnë se janë në menhexhin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata vuajnë nga vetë ajo se nuk jemi sa duhet në metodën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kishte ardhur ai alaihi salatu wassalam. Dhe kur e kishin pas zemrat ishin qetësu. Jo trupin e ati, nuk është vetëm te trupi, por te mënyra se si kishte fol, te mënyra se si kishte mendu, te mënyra se si kishte marrë sendet, dhe te mënyra se si kishte pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj lufta e shejtanit me çdo musliman në sipërfaqen e tokës është me të lajfit pakës, djathtës apo majtës nga rruga në të cilën kishte shkel Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ajo e cila quhet në gjuhën e shariatit es-sunnetu, nga sunneti i tij. I cili sunnet vetë është devijuar në kohën e sodit nga ana e njerëzve që pretendojnë sunnet, duke menduar se sunneti është vetëm mjekra. Duke menduar se sunneti është vetëm pamja, ndërsa sunneti është mendja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Të zgjazër, a jemi në mendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Të jesh në mendjen e pejgamberit alaihi salatu wasalam, do thotë mërzitesh për ummetin krejt. Jo për xhamatin tënd, jo për ata xhamia s'kanë vetëm, por të mërzitesh për anë kanë botës, për gjithë ummetin, dhe ta kesh brengën sikur që kishte ai sallallahu alaihi wasallam kur ishte në sejdë dhe kishte lag mjekrën shumë, dhe vendin e kishte lag shumë, dhe ishte drejtu Allahu subhanahu wa taala ummeti. A jemi këta ne apo nuk jemi? Jemi duke fol për Allahun subhanahu wa taala, ai i cili i dhrohet, e i cili të largon, e i cili nëse nuk sheh kujdes prej neve për fen, për xhamatin, për ummetin, nëse nuk sheh breng prej neve, pse me pas breng Allahu për neve? Përse Allahu me pas breng për neve? Përse Allahu me dash me na udhëzu neve, kur na nuk kemi as pak fije breng, edhe fik, edhe largpamësi për ummetin, në çastet që i bëjmë, në përçarjen që e bëjmë, në mendimet që i themi, në devijimet që bëhen. Na duhet më ngrit të vëzër, nuk jena fëmijë. Sendet nuk merren personalisht, sendet merren si janë të Allahu. Çka nëse unë edhe ti zihemi për diçka, ama zbashku që e zonë ka në qënë xhenet? Super është. Çka nëse unë edhe ti pajtohemi, ta bëj qefin, ma bëjmë qefin dhe aj qef me zvetin na që ja bëjmë, ka qënë xhenet. A ka hajrë? Wallah s'ka hajrë. Në ka ftyra, andaj menhexhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë më larpams, shumë më vizionist. Menhexhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili kur ka shkel tamam, dhe nuk është frigu asnjëherë, mos po i thot xhamati ki deviju pak, ki lëshu pej, ka frigu. S'ka pasi problem.
s'ka pasi probleme edhe pse është ballafaqur me çiftat e Umar ibn Khattabit. Mirpo ka pas burra të cilët kanë ditë vej. Dhe pika kryesore e cila është dalluese me neve në kohën e Sodit është se një musliman modern i kohës Sodit, me mjekën kështu, pretenduesi hakut, pak më aprish dikush, ai thot unë ndana vetja. Me një ndana për çana s'prish punë më herë, sepse ja ka mundsuar realiteti atij. Ndërsa ata burra nuk kanë bërë përçarje për asgjë. Ibn Mesudi radiallahu anhu me Uthmanin radiallahu anhu kanë debatuar në publik për akretëve, khalifi muslimanëve, dietari muslimanëve. Kanë debatuar për a mi falë në mina 4 recata apo 2 recata apo me ngjit namazin. Kur ka ardhur koha, Ibn Mesudi radiallahu anhu ai ka falë 4 apo 2? Ka falë 2. Ka shku pas emirit besimtarëve. Nuk i kanë përçarë muslimanët ata. Nuk i kanë përçarë musliman. Një musliman i cili e ndjek menhexhin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikon ka shkon uji i mullinit, ka i qënë sendet, nuk shikon në detalet të imta të kapa unë tyje. Prandaj, kur njerëzit janë bërë khabariq në kohën e Ibn Abbasit radiallahu anhu në haqj, njëri prej tyre e ka pyet Ibn Abbasin, ka thonë, mizën përdhes nëse e mbyti, o Ibn Abbas, o djetar, o mufassir, o djallajës pejgamberit alayhis salam, na tregon ai fetva, mizën përdhes nëse e mbyti, anë prishet ihrami. Ibn Abbasi nuk është përgjigj për pyetjen çka pyet. Ato i keni vrarë sahabët, njerëzit më të mirë. E tash po pyetni për mizën, subhanallah. I keni vrarë sahabët, e kanë vrarë Uthmanin, i kanë vrarë këta Talhan, Zubairin. Andaj kjo mendsi i ka shpi ata. Një mendsi e cila kur e ka qenë Kur'anin thotë e gjeta vetëm në Kur'an, sikur që përhapet tash në prondim. Me të madhe edhe të shqiptarët është duke u përhap dhe imamat të shumt nëpër Gjermani dhe në Evropë janë duke u bë Kur'anion. Përsa na vazhdojmë duke u zonë me zveti. Prandaj suneti dhe metoda e vërtetë është metoda e sahabëve radiallahu anhu. Metodë e cila është më lartpamse, metodë e cila nuk bazohet në moment aty për aty, por bazohet në atë sunet pejgamberit alayhi salatu wasallam i cili është mubarak, bereqet. Pasha Allahun çdo çështje, mënyrë se si ka menduar sallallahu alaihi wasallam është metodë të lartpamse, shumë larg ai. Muhamedi alayhi salam ka folë në Medinë, ai ka pa në Mongoli pas 700 viteve. Në Medinë ka jetuar, ama ka pa në Mongoli, ka thonë mos i ngosni me tatartë. Shikoni tash, një mendsi e një burri të kohës Sodit me pas ndëgju pejgamberin alayhis salam, duke mos e ditë se pejgamberi alayhis salam është. Tash për shembull Rexhepi atë thon këtë fjalë. Mos i ngosni mongolt, kish me thon tuta vetë s'ka ki. O tutka, të mongolëve. Por Rasulullah alayhis salam ka ditë diçka tjetër. Ka thonë utruku turke ma tarakukum. Leni rahat. Kanë shku disa prej muslimanëve të Samarkandit, njerëzit e Xhingis Khanit, i kanë prek, i kanë huc, kanë bërë dyndje ata, 50 vjet kanë pasur disfat muslimanët. Ajo çka e theminant gjithherë, se një i çmendur e gjun gurin në bos, edhe i gjithë ummeti s'ka mundësi atë gurin me laku. Mos pas pu lyje derën, shejtani sot lun me ndjenjat e njerëzve, me njerëz të cilët nuk kanë çka me bë dhe për asoj se s'kan çka me bë, bëjnë diçka. E sahabët radiallahu anhum që kanë qenë në menexhin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punë pa punë s'kan bë kur. Punë pa punë nuk kanë bë kur. Punë e pa studiume, e pa mençur, pa im pa sele se ka shkojnë kurrës nuk ka bë sahabi. Prandaj kur kanë ardhur të tjerë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, këta njerëzi janë që e shkatërrojnë ummetin, këta çështje janë që e shkatërrojnë ummetin. Andaj vëllazër, kujdes në kohën e Sodit sepse jetojna në kohë të fitness, a fitnja përhapet përmes fjalëve të kota. Fitneja është sikur zjarmi e merr njeriu përpara, ta merr udhëzimin me atë që është. Ta merr udhëzimin, nuk ta merr dynjan vetëm, ta merr xhenetin. Kujdes me xhenetin se me xhenet nuk bëhet pazar. Me xhehenem nuk bëhet pazar. Me kufër dhe iman dhe bidat dhe sunet nuk bëhet pazar asnjëherë. Kjo është rruga e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, jo logjika e Aristotelit, jo logjika e Sokakut, jo logjika e Inatit, jo logjika e një shqiptari të rëndomt, jo, por logjika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nusë Allahu xhalla wala që Allahu subhanahu wa taala nëse shet devijim në zemrat tona, Allahu na drejton. Nëse shet bidat në mendjet tona, Allahu na permision. Nusë Allahu xhalla që Allahu t'i bashkon radhat e të gjithë muslimanëve, të na bën sinqert, na bën drejt, na bën të uzum, na bën sunnet, që nëse Allahu din prej kaderit
për neve, diçka e cila na shpije në xhehenem për neve dhe dashurit tonë, Allahu ta ndron kaderin me këtë dua. O Allah, ndroj kaderet tona me duan që e bëjnë të ti. Neve na dopt o Zot xhelle xhelaluhu. O Allah, nëse sheh në zemrat tona dhe mendjet tona diçka që devijon këtë ummet, na largon nga ai devijim, na drejton me sunnet, na drejton rrugën tënde. O Allah, na jep çështje që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na largon nga çdo çështje që kishte Abu Jehli, që kishte Bishr Mirrisi, që kishin të devijuar tek këtij ummeti. Na ban si Imam Ahmedi, na ban si Omeri radiallahu an, na ban si Abu Bekri, na ban si imam të muslimanëve. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.